Bashkimin Kombëtar nuk mund ta shohim më si prallë, dhe ai bëhet çështja e Bashkimit Kombëtar as nuk ka forcë politike që mund ta shmang nga vëmendja dhe interesi dhe gjakimi i kombit, por as nuk ka individ që mund ta refuzoj. Ajo varësisht nga rrethanat historike, këtu kemi studiuar të mirëfillt të historisë, ka mund të ndryshoj konceptimin e atyre që kanë luftuar për këtë ideal, ose strategjinë e veprimit për realizimin e këtij ideali. Por ai mbetet ideal për aq kohë sa nuk arrihet dot. Ndërkaq procesi i shtetformimit komb shqiptar prej vitit 1912 deri në vitin 1925 ka kaluar nëpër disa faza. Dhe nëse i referohemi mendimit politik të Ukshin Hotit, po Republika e Kosovës është një hap drejt Bashkimit Kombëtar. Ndërkaq çështja është se si do të shkohet tutje. Unë jam përpjekur që në një studim gjatë që ka qenë disertacioni imi, që është e vërteta Federata Shqiptare si kohezion në Unionin Evropian. Ta shoh si proces historik që do të mund të realizojë përmes funksionalizimit të plotë të Republikës së Kosovës. Dhe po besoj shumë që këto 3-4 vjet të fundit janë bë hapa të mëdhenj në drejtim të e para realizimit të 2-3 hapave të rëndësishëm që e bën një shtet solid dhe të njohur ndërkombëtarisht dhe serioz. Shtrirjen e sundimit të ligjit në gjithë hapësirën territoriale të tij dhe ruajtjen të pacenueshëm integritetin territorial të tij. Ajo që ka ndodhur me veriun e Kosovës është ndoshta hapi më historik pas vitit 2008 kur është shpall pavarësia e Kosovës, sepse është rrumbullaksuar procesi i funksionalizimit në rrafshin strategjik dhe të sigurisë të Republikës së Kosovës. E para, shteti funksional tashmë rezulton si parakusht i sepse Bashkimin Kombëtar nuk mund ta shohim më si prallë, por duhet ta shohim si proces. Pra nuk është akt, por është proces historik. Dhe ai bëhet çdo ditë në rast se ne arrijmë ta forcojmë strukturën e sigurisë, unitetin shpirtëror të kombit dhe objektivin për realizimin në një mënyrë ose në tjetër të këtij bashkimi kombëtar. Duke mos u takuar me njëri tjetrin. Unë konsideroj se hapi i parë në këtë drejtim tashmë është hedhur. E para, ndërtimi i rrugës së kombit është njëri prej proceseve më të rëndësishme strategjike dhe ushtarake. E dyta, komunikimi i denj i përditshëm i gjithë hapësirës shqiptare dhe parafrimi me njëri tjetrin. E treta, abetaria e përbashkët. E katërta, krijimi i paralajmëruar i njësisë së përbashkët ushtarake të 2 republikave tona. E pesta, bashkë me Kroacinë. Jo, ajo është marrëveshje tjetër shtesë që prek sferën e interesit gjeopolitik. Është hera e parë, faleminderit që ma kujtove, është hera e parë në historinë moderne të Ballkanit që përmbyset rendi i krijimit të aleancave për interesa gjeopolitike. Nëse deri në vitin 1912 gjitha aleancat e krijuara atë botë ishin kundër interesave shqiptare, respektivisht krijoheshin për coptimin e hapësirës shqiptare, kjo marrëveshje ushtarake mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës është ekskluzivisht për të mbrojtur interesin hapësinor territorial të Republikës Kosovës parazitash, por edhe të interesit nacional përgjithsisht.